محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, lavdërimet, adhurimet tona të kujnë vetëm Allahut të madhruar, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wasalam është rob dhe dërguari i tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, kemi përmendur se të gjitha udhëzimet, të gjitha mësime që i dëgjon besimtari nuk janë që ai të pasurohet me dije, por janë që ato t'i përkthen në praktikë dhe në vepër. Allahu te baraka o taala ka dërguar pejgamberin alayhi salatu wasalam që praktikisht na tregon se si manifestohen në praktikë udhëzimet e Allahu xhallahu ala. Si duhet me kuptu Kur'anin, si duhet me adhuru Allahun xhalla xjalaluhu, ka ardhur për këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për të na treguar se qëllimi të gjitha këtyre mësimeve është praktika. Mirë po, a është kështu një e përditshme tek shumica e muslimanëve? Padyshim se jo. Situata nuk është shumë për të kënaqur, për faktin se shumë më tepër ka dije e shumë më pak ka praktikë. Mirë po, për këtë distancë mes dijes dhe praktikës kemi përmendur edhe disa faktorë që ndikojnë në shtimin e distancës apo që ndikojnë në eliminimin e kësaj distance. Ne duhet të punojmë në vazhdimsi që kjo distancë të ngushtohet e që atë që e besojmë ta përkthejmë në adhurim. Bindje që i kemi në raport me vlerat e caktuara ti përkthejmë në sjelljen dhe në edukatën tonë. Kështu duhet jetuar një musliman. Mëson nga se pa dije nuk ka. Mirë po dija ti nuk është për të ngjallë debate, diskutime, nuk është për të mburr para tjerëve, nuk është për të nënçmuar të tjerët, por është që të afrohet tek Allahu xhallahu ala dhe ma dije që ka të bën dobi të tjerëve. Kjo është e kërkuar. A din pak, a din shumë, nuk është më rëndësi. Më rëndësi është që atë që e din për me e zbatu. Më rëndësi është se informata që i ka nga lloji që i përkasin. Mund përkasin këtu informata, mund përket kjo dije, e unë duhet pastaj në bazë saj me i zgjidh problemet e mia dhe me i përmbush kërkesat e mia dhe me i largu të metat dhe problemet e mia. Në Kur'an krahas udhëzimeve për këtë që kemi fol, ka edhe udhëzime praktike, shembuj praktik që me të vërtet mbetesh gojë hapur karshi tyne. Mbetesh i mahnitur karshi ati nështrimi aq të shpejt, për uljes aq të zellshme, aq sinqert të njerëzve në raport me atë që ka kërkuar Allahu prej tyre. Por edhe në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, edhe në vazhdimsi, sa muslimanët e kanë kuptuar drejt fenë e tyre, e kanë kuptuar drejt udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë qenë të sinqert në marrje të dijes, Allahu te bareku teala i ka udhëzuar pastaj edhe në praktikë. Mos me zgjatë të ndërlozë nga këta shembuj, mjafton shembulli i Ibrahimit alayhi salam që përmendet në vazhdimsi, i cili u gjet për një sprove të madhe ku pa në ëndër, e ëndrat e pejgamberëve janë të vërteta, janë kërkesa reale, që ai po e therte të birën e tij të vetëm. Çfarë bëri Ibrahimi sa? E shtyu? Çfarë bëri? Tha kismet do ta bëj apo tha nuk mund ta bëj? Jo, nuk është kjo përgjigje besimtarit. Mirë po ju detua djali i tij i cili ishte edukuar në frymën e këtij parimi, që atë që kërkon Allahu duhet zbatuar, nga sa Allahu nuk kërkon atë që është e pamundshme. Allahu nuk kërkon atë që është dëmshme. Prandaj nënshtrimi mund të jetë i vështirë në moment, por pasojat janë gjithsesi dobipruese për çdo musliman, çdo adhurues, çdo i tillë që i nështrohet Allahu te barekuhu teala. Dhe si ishte reagimi i djalit i tij? Tha ya abati fa'al ma tu'mar. O bab, bana që të ka urdhëruar Zoti, s'ka fjalë to. A ka thënë Zoti kështu duhet më ja bëj, kështu ja bëjmë. Interesant. Çfarë përgjigje e shpejtë, çfarë nështrimi marramendës që ka të bëjë me sakrificë, s'ka ishme të pa kuptim për njeriu.
mirë po e ka kërku Allahu xhallahu ala dhe kështu ja bëjmë. Ibrahimi a.s. prapë mund tjetë shembull i radhës. Braktisi gruan dhe fëmijët në një shkretir të pabanuar, të fështirë. Për Ibrahimin e sa me kuptueshme pse bëri këtë pejgamberi i devotshëm. Por gruaja e tij çfarë tha? Allahu amaraka bi hadha. Allahu të ka thonë mi abo që kështu tha po. Tha atëherë Allahu s'na hub. Me që ai ka thonë, na po nështrojemi. Nuk di që shja bëj, nuk di që ka me ndodhë, a me di që keq nuk mbjen. E që kjo është bindje jonë. Të dëgjosh që Allahu ka thonë, të bindesh, nështrosh gjithmonë. I bindur se nuk ka me dollë keq. Veç të mirë del nëse i bindesh Allahu xhallahu ala. Mund të provosh në fillim, mund të ketë vështirësi, por dije se përfundimi faqebardh dhe i ndritur është për ty që nështrosh dhe i bindesh Allahu te bareke ve taala. Edhe kështu me radhë me pejgamber e besimtar e të vyshëm që janë nështruar Allahu te bareke ve taala në mënyrë të menjëhershme. E kanë kthyer dijen në praktik, pa e prolonguar, pa e shtuar distancën, kismet, njëtë e kam. Njëti duhet më u kthy në vepër. Me njëherë. Në kohën e pejgamberit alayhis salam të ndrozur, kanë do gjëra interesante në këtë aspekt. E dini se në atë kohë feja ka gradualisht normal. Nga një situatë që njerëz s'kan ditë fare për fen, kush është Allahu s'kan ditë, kush është pejgamberi s'kan ditë hiç për asnjë sen që ka të bëjë me fen. Kanë qenë të zhytur në devijim, të zhytur në degenerim. Allahu e ka nxjerrë me udhëzimin e tij. Prandaj kanë udhëzimin gradualisht. Kur ka ardhur ndalesa për alkoolin, ata e kanë pi alkoolin për shkak se s'ka qenë ndaluar. E kanë pi. Dhe kur ka ardhur ndalesa, fehel entum muntehun, a keni bunjet me lonë më këtë farpune? Qka thanë? Intehejna. Ka ardhur transmetimi që e kanë pas në tavolinë, e kanë pas në dorë, s'ka thonë veç edhe një, s'ka thonë veç edhe sad, s'ka thonë din javë në arshme, ja. Me njere, kej që kanë pas i kanë derdhë. Kej që kanë pas i kanë dërnu. Për shkak se ka thonë Zoti, apo nalësh, unë ala. Prandaj vetën tone, me pyetjet Allahu xhallahu ala në punë të këqija, në alkool, në bijaz, në çfarë do punë të keqe që e duke bërë. Apo nalësh, Allahu po pyet apo nalësh, çka i thon ti? Jo s'po nal na valla. Jo s'po më nal valla. Ai thot Allahu kështu. Apo nalësh mo duke lënë namaz, apo nalësh. Apo fillon më fal, çka i thosh Allahu xhallahu ala? Jo valla s'po nal se s'po më anis. Ai thot Allahu kështu. Transmetohet se kur ka ardhur obligimi i mbulesës, ato gratë në atë kohë s'kanë qenë të zhveshura si sot, jo, larg asaj, por s'kanë qenë mbuluara që duhet. Ju kanë ndok pak flak, në i bryl, në i dorë, në i kom, pak poshtë, që kaq. Ka ardhur une që gruaja më mbulu. Mur fund më. Gruaja duhet mbuluar, me mbulesën e saj të njërë, që është edhe tek ne e njërë, tradicionalisht. Gjyshe, stërgjyshe, nonë, bije, gra, mbuluan dhe janë mbuluar vazhdimisht. Kanë qenë duke punuar në Arra, gratë e Ensarve, gratë e Medinës. Kur ka ardhur uli për të mbuluar, shikoni këtë shpejtësi të ndërlozë të nështrimit, këtë rënim të çfarë do distancë mes fjalëve dhe veprës. Kanë qenë në Arra, s'kanë qenë të përgatitura për mbulesë, për shkak se s'kan pas me veti tesha të përshtatshme. Si e përshkruajnë transmetimet këtë ngjarje? Kanë pas një pet këtë madhë, e kanë do për gjysë. E kanë shky një pjesë mbi kokë, një pjesë poshtë, derisa kanë shku në shtëpi të krusura, e pastaj atje kanë bërë çare për mbulesën. Që asnjë moment mos të kalon, e ato të jenë të pa nështruara dhe jo të përulura. Allahu te bareke ve taala. Nga se jo dok larg i është dok distanca deri në shtëpi për t'ju bindë Allahu te bareke ve taala. Dhe ka njerë që me vite dëgjojnë, ka motra tona që me vite dëgjojnë një obligim që e kanë po kismet, në këtë Ramazan, inshallah, e këmë bon njetë, nuk është kë reagimi i duhur. Reagimi është kë, me shembo që po i përmenim, e shumë të tjerë që flasë me drejt në nështimin e pa rezervë të besimtarve dhe Allah të mëndunë, nga sa ta e din, atë që se ka me heret. Në atë që Allah u ka urnuar, nuk ka të keqe. Në atë që Allah u ka urnuar, nuk ka mbi ngarkesë. Është e dobishme, është e përshtatshme, është përputhje me natyrën tonë, me mundësitë tona. Andaj nuk na mbetet pas të themi dëgjuam dhe u nështruam. U bindëm nga se Zoti e din më së miri. Çu na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe në fund të ndërlozë, nga shembujt e shumë,
Një ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam inkurante shokët e tij për dhënë, për ndihmu fukarat, për ndihmu njerëzit, për ndihmu në çështje të hajrit. Një njeri kishte një kapsht me hurme, nga më të mirët, më të bukurit, nga, do më thonë, kopshtet që më shumë të frute kanë dhonë. Kishte afër 600 trupa hurmesh. A e dini çfarë pasuri kjo është në atë kohë? Në këtë kohë është pasuri, jo në atë kohë, që hurme ishte ushqimi kryesor. Pejgamberi Alison po i thot njerëzve, ne rëndom të zakonshme e përditshme e pejgamberi me shokët e tij. Po i thot, Allahu më zbriti një ajet, men dhen ledhi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Allahu xhalla wala po i thot e besimtar, kush po i jep Allahut borx e Allahu ja kthen shumë fish. Allahu si duhet borxhit. Pasuria që e kemi në ati është, por Allahu po e konsideron sadakën tonë, bamirësinë tonë e borx, me ta krye Allahu të shumë fish. Nuk u hamenden, nuk menduan, por ky që ishte afër të oj dërguari i Allahut, kopshti jam me krejt çka ka. Le të shkon rrugë të Allahut xhallahu ala. Le të shkon atje ku ti e din se është e duhura. Çfarë nështrime të ndërrozën, çfarë përulje, mahnitse. Andaj ne kërkojmë një lloj besimi të tillë aktiv, një besim sinqert, një besim që realisht shtyn në zëvendësmëri dhe në praktik. Jo besim të propagandës, jo besim të pretendimeve, jo besim të prolongimeve, të shtyrjeve, e të llafazërisë, e muhabeteve, debateve, diskutimeve, jo kësi muhabeti. Muhabeti që e ndron jetën. Po, muhabet që e ndryshon rrjedhën e punëve tua, nga punëve të liga në punë të mira, nga tempot e ngadalësuara në dinamikën e nështruar në Allahut mënduar. Këtë e kërkojmë. E shembull për këtë ka të shumt. Mirë, po kur zemra është e zgjuar me besim, gjymtyrët aktivizohen. Kur zemra është e përgjumur apo e lodhur, lodhen edhe gjymtyrët. Prandaj ta ngjallim zemrën me besim, me kuptimit e duhura, që jemi më të zellshëm në praktikë, në punë të mira, edhe në raport me Allahun, por edhe në raport me njëri tjetrin. Allah na përmirësoj gjendjen, na bëft Allahu bamirës. Allah na bëft nga ata që atë që e dinë e praktikojnë, atë që e dinë e kthejnë praktik, edhe në raport me Allahun xhallahu ala, por edhe në raport me njëri tjetrin. Kërkoni falje nga Allahu, nga se Allahu është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu taslima ala khairi khalqillah ajma'in nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Të nderuar besimtar, një sqarim në përmbyllje të kësaj hutbeje. Kur them se duhet me punu në bazë asaj që e din, nuk kupton se ne jemi të pagabueshëm. Nuk kupton se diçka mbetet pa u realizuar, pa u praktikuar. Është normale. Mirë po, ajo që po e them është dy gjëra. E para, kujdesu që obligimet dhe ndalesat, do me thonë, në mënyrë më njëhershme mu zbatu. Ajo që është obligim, më njëherë. Ajo që ndales, më njëherë. E punë të mira vullnetare, këtu mund të pranohet një falloj për shkallëzimi derisa të forcosh apo ta gjesh mënyrën e duhur për ta praktikuar. Kjo është e para. Dhe e dyta të ndërlozër, e dyta është se besimtari mundohet përpjeket. Kjo është e kërkuar, të japësh mundin maksimal. Ndonjë dështim eventual, ndonjë shim eventual, nuk kupton se ti ke dështuar. Vazhdo me përpjekje. Mirë po, kur është dështimi? Kur normalizohet fjala, normalizohet skelja, kur normalizohet praktikësia e punës, normale ka me thonë, edhe normale ka mos me zbatu. E kjo s'bën me ndodhë. Mos bashkjeto me këtë distancë, mos e normalizohet distancën, puna përpjeku me afro distancën, e pastaj kjo ka beteja. Disa fitan, disa humbë, më rëndësirë që luftën që e bën në përpjekje për ta minimizu distancën, me sfjallë dhe veprës, ta kesh gjithmonë aktive. Gjithmonë. E ndonjë dështim eventual, pendohu tek Allahu te barekuhu teala dhe vazhdo të utje betejën. Nëse dikur të këshillon, merre për të mirëqen këshillën dhe vazhdo të utje. Kjo është e kërkuar. Prandaj, kjo është mesatarja. Vrapojmë, insistojmë në vazhdimsi që të punojmë atë që dimë. Gabojmë po, kalshime po, prapë përpjekemi, prapë mundohemi, nuk ndalemi deri në takim me Allahun te barekuhu teala. Allah na përmirësoj gjendjen për të mirë. Allah na mundsoj që të jemi të sinqertë në fjalët tona, të jemi të sinqertë në deklarimet tona,
Kemi të atil që flasin dhe dëgjojmë dhe mësojmë për të punu, për të përmirësu, për të ndërtu, jo vetëm sa për të ditë, apo për të mburë para tyre se dim diçka. Allahu na bëf nga ata që nështrohen me shpejtësi tek Allahu te barekutaala e pastaj me këtë shpejtësi të nështrimit e kalojmë edhe urën e siratin ditën e gjykimit. Të ndërua vëllezër, në fund Këshilli i Bashkisë Islame në Mitrovic ka disa projekte që është duke marrë që një kohë elhamdulillah dhe ka disa ndërtime xhamive, shkollave për Kur'an e kështu me radhë dhe sot kanë kërkuar nga ne që t'ju ndihmojmë pak në këto projekte, prandaj për shkak të kësaj ne do ta vendosim postën pak ndoshta është e përshtatshme për shkak të shiut, por besoj që ai që do të më dhon e gjen mënyrën edhe personet duhur që e kemi jashtë për me ia dhon kontributin e duhur për këtë çështje. Dini se këto investime realisht janë investime për të ardhmen tonë, janë investime për neve. Sot investojmë, nesër fëmia jonë e gëzojnë, elhamdulillah, prandaj besoj që do të gjejmë mirëkuptim si zakonisht nga ana juve për të ndihmuar dhe për të qëndruar gjithmonë pranë institucionit të juaj që kujdeset për jetën fetare në mesin tonë. Allahu çdo kujt ja shtof bereqetin e mirësitë. Allahu na bën nga ata që punojnë për të mirë, e na fal nga punët e këqija, e na përmirësoft gabimet tona. Allahu na ruaj nga çdo punë keq, nga çdo i lig, nga çdo hipokrit i cili na mashtron me fjalët e tij, ndërsa nuk i ka askund punë në kuptim të mirës edhe të qelluarës. Allahu xhallahu ala sharaf të smurit tanë. Ja u lësot Allah dhimbet e mundimet atyne, por edhe përpjekjet e familjare për të kujdes për ta. Allahu xhallahu ala na bëv zgjidhjen të lashtë problemet tona. Na lësot Allah xhallahu ala edhe këtë dimër që do ta presim inshallah e kalojmë si më së miri. Të gjithë skamnorëve, të gjithë njerëzve që rresht e kanë të vështirë kalimin e dimit, Zoti u lehtësoft e na bëf neve dorë të zgjatur të ndihmojmë njëri tjetrit që ta kalojmë sa më lehtë e sa më mirë këtë ndryshim të klimës edhe këtë hyrje në stinë të vështirë të dimrit. Allahu xhallahu ala na mëshiroft në mëshirën e tij dhe na fal me falën e tij. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.